Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kontroll në shtëpinë e Gaz Pajës, banesa rezulton në pronësi të Erion Veliajt. Një aksion i papritur i Byros Kombëtare të Jetimit është zhvilluar në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë, ku agjentët kanë ushtruar kontroll në banesën të aktorit të njohur Gaz Paja. Prona ku banon Paja rezulton të jetë në pronësi të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Aktori, i cili ka përfituar edhe statusin e investitorit strategjik, ka banuar në këtë apartament duke ngritur dyshime për lidhjet e tij me emra të rëndësishëm të politikës dhe mënyrën se si ka përfituar këtë status. Zbulimi u bë publik nga eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço, ndërsa burime të ndryshme mediatike sugjerojnë se hetimi është i lidhur pikërisht me përdorimin e banesës nga aktori dhe marrëdhëniet e tij me figura të nivelit të lartë politik. Aktualisht nuk ka asnjë reagim zyrtar nga ana e Erion Veliajt apo vet Gaz Pajës. Po ashtu, autoritetet nuk kanë bërë ende të ditur zyrtarisht arsyen e kontrollit të ndërmarrë nga BKH-ja. Kujtojmë se Gaz Paja është thirrur më herët në SPAK për të dhënë dëshmi lidhur me dosjen Veliaj Xoxa. Ai ka realizuar transaksione me Veliajin dhe Xoxën për çështje pronash dhe pasurish të paluajtshme, ka pasur komunikime me kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj dhe ka jetuar në një apartament pikërisht sipër banesës së tij.